e kemi të paqartë se cila është kërkesa e opozitës në këtë situatë. Kjo pikë mund të refuzohet në rast se ne nuk e kemi shumicën, e kemi të paqartë se cila është kërkesa e opozitës në këtë situatë. Është e qartë se cili është synimi dhe objektivi ynë kur vim se cilën herë në kuvend. Vim për të votu, vim për të konstituu kuvendin. Por në situatën aktuale është tërësisht e paqartë se cila është kërkesa, është cili është qëllimi i opozitës. Është e qartë se krye parlamentari, edhe propozimi, edhe votimi, sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese i takon partisë fituese, gjithsesi partisë së parë. Dhe në këtë premisë ne jemi duke bërë propozimin, edhe natyrisht po vijmë për të kryer procesin e votimit. Përderisa përfaqësues e grupeve tjera parlamentare as nuk marrin pjesë në votim. Në rast se duan të bëjnë qeverinë ose të jenë pjesë e një qeverie të përbërë nga partitë opozitare të deritashme, atë nuk mund ta kenë pa u votuar kryetari i kuvendit, nënkryetart dhe pa u konstituar kuvendi. Prandaj në rrethonën në të cilën jemi, është një situatë në të cilën bllokuesit të vetëm janë partitë të cilat sot nuk marrin pjesë në votim. Kam vërejtur se në disa mediume është komentuar në forma të ndryshme kërkesa e kryesuesit të seancës dhe grupit ton që të takohemi më rrallë, jo 48 orë. Kjo ishte vetëm në referencë të pritjes së aktgjykimit apo një vendimi në gjykatën kushtetuese a është e pranueshme apo jo kërkesa e grupit parlamentar të AK-s, që të sqarohej çështja e kësaj procedure të votimit. Do të thotë nuk është se ne kemi hezituar të vim çdo 48 orë. Ne kemi propozuar se për shkak që nuk ka lëvizje nga qëndrimet e tyre, a do pajtoheshin. Dhe shmangja e procedurës së rregullores është e parapar edhe me rregullore. 2/3 e deputetëve prezent, se cilën herë mund të bëjnë shmangje nga procedura në propozim të kryetarit, nënkryetares apo në këtë rast kryesuesit të seancës. Grupet parlamentare dhe deputetët e kuvendit e kanë mundësinë të deklarohen për këtë pikë. Po ata s'po marrin pjesë fare në votim, apo e kuptoni? Është shumë e thjeshtë. Kjo pikë mund të refuzohet në rast se ne nuk e kemi shumicën nga ana e tyre, sikur ata të marrin pjesë në votim, me votat e tyre çdojnë këtë pikë dhe kalojmë në votimin si ka qenë. Apo e kuptoni, mos pjesëmarrja në votim po e bllokon kuvendin, jo votimi për këtë pikë. Mbas çfarë vlerësimi kjo shkelje kushtetuese? Mbas çfarë vlerësimi? Tani secili po e bëjmë interpretimin e kushtetutës, megjithatë ne jemi të obliguar të votojmë. Edhe ata janë të obliguar të votojnë, qoftë edhe kundër, por nuk po marrin pjesë fare në votim.